Protesta e Partisë Demokratike është vetëm në dorën e qytetarëve dhe janë ata të cilët vendosin llojin dhe modelin se si ajo do të zhvillohet. Pa diskutim, gjithmonë Partia Demokratike është për një protestë paqësore dhe demokratike, por janë provokimet apo keq menaxhimi i situatës që e bëjnë protestën të dalë nga linja e saj paqësore. Mund t'i referohem sikurse ju protestës datës 22 apo të asaj të datës 24 janar. U pa fare mirë se si protestuesit u larguan me gaz lotësielës, e mbi të gjitha me gaz lotësielës të skaduar, po kjo është çështje më vete dhe po trajtohet edhe nga kolegë të tjerë në Partinë Demokratike, u larguan me ujë, u shoqëruan në mënyrë pa drejt me shoqërime të palishme në përkomisariate, të gjitha këto bëjnë që qytetarët revoltohen akoma më shumë dhe t'japin një devijim tjetër rrjedhës së protestës. Ajo që kemi detyrë ne si deputet Partisë Demokratike është që të jemi krah qytetarëve për interesin publik, qofshin këta 10 protestues apo 10.000 protestues. Personalisht e them si deputete më takon të jem në vijën e parë bashkë me kolegët e mi të tjerë deputet. Dhe në protestën e fundit nuk munguan as aktet e dhunës, nëse mund të quajmë kështu. A mendoni se këto akte janë zgjidhje për t'ju kundërvon qeverisë aktuale? Unë e citova dhe më sipër, për qenë shumë e sinqertë, Partia Demokratike ka kaos të saj vetëm protestë paqësore. Protestë paqësore dhe protestë demokratike. E kuptua mesazhin, pra mesazhi është që janë qytetarët dhe provokimet ata që reagojnë. Janë provokimet, eksakt, janë provokimet ato që bëjnë që kjo protestë të devijojë nga qëllimi për cilën ka nisur, sepse normalisht nëse një protestues i cili po proteston në mënyrë më se paqësore, një të drejtë që ja njeh kushtetuta, një protestues me duar në xhepa të shoqërohet apo të arrestohet nga, s'mund t'i them as policë, sepse janë pa numër identifikues, shoqërojnë persona në mënyrë të palishme, gjitha këto bëjnë që të acarohet turma, të acarohen individët që janë në shesh dhe të japin asaj një rrjedhë tjetër, sikurse janë ato pamje që ju po